shoqëri e cila beson në të tashmen dhe në të ardhmen e saj. Po ashtu është shoqëri e cila edhe i respekton artistët e vet përveç se i don ata. Kjo është drejta e autorit. Kjo nevojë urgjente për mbrojtjen të drejtave të autorit solli pikërisht lindjen e organizatës KMRS. Platforma online dhe forma tjera të përdorimit komercial do të mbledhë dhe shpërndajë të ardhurat me transparencë dhe do të sigurojë që përdorimi i veprave krijuesve të jetë në përputhje me legjislacionin e Republikës Kosovës. Sot po shënojmë një hap që shkon përtej muzikës, sepse në thelb të kësaj nisme të krijimit të Kosova Music Rights Society, apo akronimi KMRS, dhe punës që i pret përpara, qëndron një ide më e madhe. Ajo e të drejtës për të zotëruar frytin e punës sonë, për të fituar edhe autori nga dobia publike. Kjo nuk është vetëm çështje ligjore, por edhe morale, kulturore e filozofike. Shoqëria që e njeh dhe e mbron krijimtarinë është shoqëri e cila beson në vetvete. Shoqëri e cila beson në të tashmen dhe në të ardhmen e saj. Po ashtu është shoqëri e cila edhe i respekton artistët e vet përveç se i don ata. Autorët dhe kompozitorët nuk janë gjithmonë interpretues apo figura publike. Edhe ata që janë nuk do të jenë gjithmonë dëshirën të performojnë në klube nate apo në koncerte. Shpesh veprat e tyre qarkullojnë dhe bëhen pjesë e një ekonomie pa praninë e tyre fizike. Kur një autor, kompozitor krijon një vepër, ai duhet të kompenzohet për atë. Kjo është drejta e autorit. Kjo nevojë urgjente për mbrojtjen të drejtave të autorit solli pikërisht lindjen e organizatës KMRS. Organizata e re për menaxhimin kolektiv do të shërbejë si organizëm i autorizuar për menaxhimin e drejtave të autorit dhe drejtave të parafrata në fushën e muzikës në emër të autorëve, kompozitorëve, interpretuesve dhe producentëve. Ajo do të menaxhojë lejimin zyrtar të përdorimit të veprave të muzikës në performanca publike, transmetime, platforma online dhe forma tjera të përdorimit komercial, do të mbledhë dhe shpërndajë të ardhurat me transparencë dhe do të sigurojë që përdorimi i veprave krijuesve të jetë në përputhje me legjislacionin e Republikës Kosovës.